timin e murit Gabion për mbrojtje lumore në Sinec, si dhe ndërtimi 2 rambave mbi projnë në fshatrat Lumas dhe Luzaj, njësia administrativa Lumas. 6. Projekt vendim për emërtimin e parkut të pishave me emrin Soti Rafaeli. 7. Informacion për ujin e pishëm. Dhe 8. Si material shtes i cili ju ka ardhur të gjithëve. Shtes projekt vendim për miratimin e listës së poseduesve jo pronar sipas ligjit numër 2025 për paketën e maleve. 3. Paraqitja nga këshilltarët e çështjeve dhe problematikave të komunitetit. Atëherë kush është dakord që ne të vazhdojmë me këtë rendite? Faleminderit. Kundër, abstenim, nuk ka. Vazhdojmë atëherë. Kush është dakord të bëjmë miratimin e procesit verbalit të mbledhjeve së kaluar? Okej, faleminderit. Kundër, abstenim nuk ka. Atëherë proces verbali miratohet. Vazhdojmë me rendin e ditës. Një projekt vendim mbi ndryshimin e planit buxhetit për blerje orendis zyre për shkollën Aleksandër Markaçin. Po, drejtoresha, mund të vini të referoni. Përshëndetje të gjithëve, siç e dini, nga materiali në shkollën e mesme të bashkuar Aleksandër Markaçini, e njësisë administrative Kozare, është bërë konstruksioni plot i shkollës, ashtu siç është bërë këto vitet e fundit dhe për shkolla të tjera, Llazar Kuli në Perondi, Gaç Karakashi në Kuçov, 18 tetori dhe inshallah kemi dhe investime të tjera në vazhdimsi. E thash, i përmenda këto shkolla për arsye të bazës materiale të cilat kanë ardhur nga ministria, ndërsa tek shkolla Llazar Kuli na ka ardhur fondi dhe nga njësia e prokurimeve të bashkisë është prokuruar edhe ka mbaruar si procedurë. Kurse si vjet nuk e patëm atë fat, kështu që bashkia ka vënë në dispozicion 4.040.000 po lek të reja për blerjen e pajisjeve për shkollën Aleksandër Markaçini. Shpresoj që dhe ju të jeni të vetëdijshëm që kjo bazë materiale do blehet dhe mendoj se do ta miratoni sepse dhe procedura e prokurimit zgjat dhe shkolla është në 14 shtator dhe po afron dhe shpresoj nga ju që ta miratoni. Kaq që kisha për të thënë. Mirë, faleminderit. Atëherë, lidhur me sa referoi drejtoresha, kush ka ndonjë pyetje, ndonjë sugjerim, kush kërkon ndonjë shpjegim? Po, Ato që kishte shkolla, do në një përdorim, qita se... Po, sepse... Shiko, në fakt ky nuk është një fond i cili e kompleton 100% me orendi shkollën, sepse shkolla ka nevojë për, në qoftë se marrim parasysh rinovimin komplet, ka nevojë për më shumë se sa kjo vlerë të cilën ne kemi akorduar aty, por ky është fondi që ne kishim fond rezervë tek arsimi, ka që ishte mundësia domethënë. Ne pritëm, ashtu sikur se e tha dhe drejtoresha, pritëm sepse mund të kishte një miratim nga ministria, ashtu sikur se beri për shkollën Gaç Karakashi, të mund të kompletonte me orendi, me pajisje, gjithë shkollën, por këtë vit nuk kanë zgjedhur që ta plotësojnë me orendi, me pajisje. Kështu që gjithë të fondin që ne kishim rezervë, do ta kalojmë për të blerë pajisjet e shkollës dhe janë përcaktuar dhe pothuaj të gjitha janë për banga, karrige, derrasa dhe tek tuk edhe ndonjë dollap brenda fondit që mund të përmbajë. Domethënë është e përcaktuar dhe lista, por me miratimin e fondit dhe miratimin nga Këshilli Bashkiak apo dhe nga prefektura do të nxitojmë
me pjesën e prokurimeve, sepse duam që në 14 shtator duke se fillon shkolla, të jetë jo vetëm e mbaruar si godim, po të jetë edhe kompletuar me pajisjet e saj në mënyrë që të filloj procesi mësimor normalisht në shkollën e re. Që shkollë e re nuk mund ta lidhni me bangat e vjetra, domethënë, se përgjithsisht janë si thuash jo detyrë, por i kam më tepër në ngarkim ministria dhe zyra arsimore për kompletim. Gjithsesi ne në rast se do kemi mundësi do bëjmë pjesën tonë, por gjithsesi për këtë vit nuk mundemi. E gjitha çka mund bëjmë ne për këtë vit, për atë shkollë është ky fond. Vetëm kaq, më shumë nuk kemi. Vitin tjetër mbase. Po. Prevendim për bashkëfinancimin e shpenzimeve për organizimin e festivalit ndërkombëtar të filmit Pavarur. Po, Rina, mund të referoni? Përshëndetje të gjithëve. Në materialin që ju është dërguar për bashkëfinancimin e shpenzimeve të festivalit ndërkombëtar të filmit, bashkëlidhur ju keni dhe një relacion shpjegues i cili jep në detaje të gjitha elementet. Në lidhje me pjesën financiare, financimi i këtij projekti do të bëhet duke paksuar fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore për pozicionet e punës vakant dhe shtohet e njëjta vlerë në shpenzimet operative të qendrës kulturore për financimin e këtij projekti. Paksimi i planit është në shumën 2.500.000 lekë të reja tek fondi i pagave të bashkisë dhe shtesa e planit të shpenzimeve është në të njëjtën vlerë, po 2.5 milion lekë të reja, dhe i shtohet fondit të qendrës kulturore për aktivitete kulturore. Atëre kryetarë, le të presim atë shpjegimin tuaj dhe vazhdojmë me procedurat. Mund t'ju them edhe unë diçka, sepse drejtoresha bëri vetëm një paraqitje të situatës financiare dhe të lëvizjeve të financave që ne kërkojmë miratimin tuaj sot. Ky është një projekt që Bashkia Kuçov e ka fituar me mbështetjen e Ministrisë Kulturës dhe Qendrës Kombëtare të Filmit. Është një projekt shumë ambicioz, me thënë të vërtetën, ku ne po do të zhvillojmë festivalin ndërkombëtar të filmit të Pavarur. Do të jetë një aktivitet 6 ditor, ku do të prezantohen filma nga gjithë bota. Ju këtu e keni të shënuar që janë aplikuar 856 filma, por unë sapo e pash programin tani, dhe deri më sot janë 2500 aplikime. Normalisht që nuk do të jenë të gjithë pjesëmarrës, sepse do të filtrohen, është ngritur dhe juria madje, do të filtrohen dhe ne mendojmë që diku tek 80 filma të 4 kategorive të cilat ne kemi parashikuar të paraqesim,
do të paraqiten në Kuçov, ku mbi 95% e filmave do të jenë të huaj. Ky nuk është thjesht një festival filmi, por ne kemi menduar që nëpërmjet këtij festivali filmit të paraqesim edhe Kuçovën në sytë e botës. Gjatë atyre 6 netëve që do të ketë transmetimet filmit, këtu do të vinë kineast, regjisor dhe aktor, jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Dhe unë gjykoj që ky është aktiviteti më i madh i këtij lloji i bërë ndonjëherë në Shqipëri. Dhe gjykoj përsëri që është në të mirën e gjithë kuçovarëve, të gjithë qytetit Kuçovës, që ne të realizojmë aktivitete të tjera jo thjesht rajonale, jo thjesht kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Ja u them me plot bindje që ka shumë njerëz të fushës, të kësaj fushë që janë bërë edhe paksa ziliqar, jo në kuptimin e keq, që se si arrin Kuçova të mendoj se do të organizoj një aktivitet të tillë. Ne erdhëm këtu për një financim shtesë në fakt, sepse tek aplikimet që kishim bërë, qoftë tek Ministria e Kulturës, qoftë tek Qendra Kombëtare e Kinematografisë, nuk arritëm të fitonim gjithë pjesën e financimit që duhej për të mbuluar këtë aktivitet. Kështu që mirë do ishte që ne të kishim mbuluar edhe pak më tepër, por aq ishin mundësitë e financave të bashkisë dhe këtë e pak të relacionin se si jemi munduar ta rregullojmë, por mua më vjen mirë të them që nëpërmjet thirrjeve që u kemi bërë donatorëve të ndryshëm, na janë përgjigjur pozitivisht një pjesë e tyre, ku një pjesë kanë bërë dhe donacione, një pjesë do të bëjnë donacione në ditët në vijim, dhe mendoj që në një vlerë pak a shumë të përafërt sa vlera që ne po i kërkojmë këshillit sot, do të mbulohet edhe nga donator të ndryshëm. Unë të them të vërtetën e kam me shumë qef këtë aktivitetin. Jo thjesht në organizim që po organizojmë një festival filmi, por do të jetë shumë aktivitet prestigjioz që do t'i japi nder Kuçovës. Kështu që kërkoj mirëkuptimin dhe miratimin tuaj edhe për këtë pjesë, në mënyrë që ne të kemi mundësi atë aktivitet ta zhvillojmë sa më mirë të jetë e mundur. Faleminderit. Po, nga këshilltarët, atëre, po, biles, unë mendoj që është një sfidë dhe uroj që ju ta kaloni me sukses të plot. Vërtet është sfidë, por Mirë, kush është dakord atëre të miratohet? Okej, faleminderit. Kundra abstenim s'ka, miratohet. Drejtoresha, le të vazhdojmë me pikën 4, për të mos lëvizur ju 2 herë. Atëre, pika 4, projekt vendim. Mbi konstatimin e pavarësisë absolute të kontratave për dhënien e objekteve ose banesave me qira. Po? Bashkëlidhur materialit keni një relacion të detajuar i cili shpjegon arsyet pse këto kontrata janë të pavlefshme dhe vijueshmërinë e privatizimit të këtyre kontratave, të këtyre objekteve nga personat të cilët banojnë në këto objekte. Atëherë, përveç materialit që ju keni nga Prokuroria e Gjykatës së shkallë Berat, ka një shkresë me numër protokollin 1771 fraksion 1, datë 9/12/2015, i cili shprehet: listat emërore përkatëse të personave apo familje
me të cilat është lidhur kontratë qeraje janë miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak Kuçov e përpasoj një kontratë e tillë mund të ndërpritet vetëm me vendim të Këshillit Bashkiak si organi kolegjial përfaqësues i njësisë së qeverisjes vendore, të cilit me ligj i është dhënë ky diskrecion referuar në neni 32 të ligjit 8652 i vitit 2000 për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, pasi ky ligj ka qenë në fuqi në momentin e shprehjes së gjykatës së shkallës parë Berat. Në lidhje me duke qenë që kjo e drejtë për lidhjen e kontratave apo shpalljen e tyre të pavlefshme është vetëm me Këshillit Bashkiak, ky material është sjell përpara jush. Në lidhje me procedurat e privatizimit të këtyre banesave në vijim, do t'ju sqaroj specialisti i urbanistikës Bledar Diamanti. Përshëndetje, në lidhje me relacionin në fjalë, dhe doresha e nisi të sqaroj çështjen e kërkesës të pavlefshmëri absolute të kontratave dhe të objekteve me qira. Bëhet fjalë për disa objekteve të cilat kontratat janë lidhur në vitin 2008, ku administrata e teshme e bashkisë në funksion të dhënies në eficiencë të objekteve që ishin transferuar në pronësi të bashkisë, lidhi disa kontrata me diku 70 ose 80 familje të cilin banonin në zonat efezeoze në objektet e tjera. Gjatë auditimit nga kontrolli i lartë i shtetit në vitin 2015, në gjetjet e tyre rezultonte sepse kontratat nuk ishin konform ligjit në fuqi apo kryet gjitha procedurat ligjore pasi mungonte procesi i regjistrimit të pronave në hipotekë. Për këtë arsye, është kërkuar me rekomandimin 7.000 që Bashkia Kuçov të marrë masa për shfuqizimin e këtyre kontratave. Me ndryshimet e reja ligjore, gjitha këto objekte tashmë mund të nënshtrojnë procesit privatizimit dhe ato janë subjekte të VKM-s numër 898 edhe të VKM-s 179. Bashkia Kuçov ka nisur punën për regjistrimin e gjitha këtyre pasurive në ASHK me qëllim pastaj thërritjen e gjithë familjarëve që përfitojnë nga ky privatizim. Ky lloj pavlefshmëri absolute nuk sjell asnjë pasojë për qytetarët, përveç i lehtëson ata dhe nga bara, le të themi, e nofkës ose statusi debitor. Kjo është. Pra ata deri në përfundim të gjithë procedurave do të jenë atje, do vazhdojnë të banojnë në po ato. Atëherë, dy VKM që parashikojnë privatizimin kanë të shprehur që vetëm pas procesit të privatizimit dhe familjet nuk bien dakord ta privatizojnë këtë banesë, vetëm atëherë mund të kalojnë në fond banese sociale me qira dhe tu lidhet kontrata e qirave. Përderisa kohë ata kanë statusin e kërkuesit të privatizimit, Bashkia Kuçov nuk mund të marrë dot qira. Në rast se më lejoni të bëj, pavarësisht se për mua ishte e qartë gjithë pjesa që bëri prezantimin edhe Bledari tani, po ma shkas nga pyetja që bëri kryetari i Këshillit Sandri, sepse dikur është paraqitur e njëjta gjë në Këshill dhe nuk është kaluar atëherë me idenë se u keq kuptua, sikur këta banor, 78 banor që janë sipas listës, do të nxirreshin nga objektet. Nuk bëhet fjalë fare për atë pjesë. Ata do vazhdojnë të jenë banor të atyre banesave, por në këtë rast fitojnë e para çlirimin nga ajo debi që është krijuar si pasojë e pavlefshmërisë së kontratave, dhe e dyta, nga ky moment e tutje janë të lirë ata dhe ne që të vazhdojmë të gjitha procedurat e mundshme në mënyrë që ata t'i privatizojnë sipas ligjit në fuqi për privatizimin e këtyre objekteve. Kështu që
pavarësisht se mund të lexohet nga titulli konstatimin e pavlefshmërisë absolute dhe nuk bëhet fjalë që të penalizojnë ata, përkundrazi ndihmohen dy fish. E para dhe për vlerën e krijuar debi që do i zeroj sepse është pavlefshme. Prandaj e themi pavlefshmëri. Domethënë është krijuar mbi bazën e një kontrate të pavlefshme, siç e ka konstatuar kontrolli i lartë i shtetit në 2015. Domethënë kjo duhet ishte bërë që më herë, po nuk kam paguar se Do me thënë, pjesa me marrë familjare nuk i kam paguar, po edhe në rastet, se me të drejt mund lind pyetja që në rastin e shfuqizimit tashmë çfarë do të me ata që i kam paguar. Këtë e ka parashikuar vendimi i Këshillit Ministrave, ku shumat që ata kanë paguar për Qiran i zbritet në tarifë privatizimi. kur të privatizohet. Në rastin e privatizimit. Bëhet zbritja për gjitha familjet që kanë paguar, ato që s'ka paguar normalisht. Që nga ky moment, domethënë me të mbaruar miratimin sipas edhe në prefekturë, ata janë të lirë ata dhe ne bashkarisht që të vazhdojnë procedurën e privatizimit. Edhe Edhe ne jemi të interesuar në këtë. Ja dhe një fjali të fundit, në më thëmë ne saj që sjellëm në rast e privatizimi, një ndër pika që kërkojmë, saj e që privatizojmë rast pas rast, një ndër pikat e privatizimit vendimit që kërkojmë miratimin tuaj, ka qenë gjithmonë çdo vendim tjetër që bie ndesh me këtë shfuqizohet. Është pikërisht kjo gjë, domethënë që ne kemi kërkuar rast pas rasti, kurse tani e kemi Tani kemi mision total të gjitha familjet. Atëherë besoj se është e qartë. Kush është dakord që të miratohet ky projekt vendim? Kundër abstenim? Miratohet, Bledar faleminderit. Atëherë vazhdojmë me pikën 3. Projekt vendim për miratimin në parim të përfaqësimit Bashkisë Kuçov në strukturat e vendimarrjes së grupit vendor të veprimit. Okej, mirë, nën kryetar mund të referoni. Të përshëndetje të gjithëve, siç e keni lexuar në relacionin, bëhet fjalë për një shoqat, një shoqë civile jo fitimprurse organizuar në formë shoqatës që ka si objekt nxitjen dhe zhvillimin rural, fakt dhe bujqësor. Pjesa e shoqatave do jenë dhe bashkitë të tjera të bashkisë të qarkut Berat, fermer, përpunues, agropërpunues, pra qëllimi i saj është nxitja fakti zhvillimit rural apo koordinimi për të aplikuar për fonde në kuadër të IPARD-it apo donatorë të tjerë të jashtëm. Pra, ato që sot fermer individualisht nuk e bëjnë dot, pra ta bëjnë diçka në mënyrë më të organizuar në formë shoqate. Kjo është pak a shumë qëllimi dhe objektivi i kësaj shoqate. Nuk e se kërkohet ndaj transferim funksione publike, nuk përbën ndaj barë financiare për bashkinë, pra nuk e se kërkohet mbështetje financiare. Ne do kemi pjesën tonë të kuotave. Kjo është ideja, ndërkohë do ketë thashë edhe fermerë nga bashkia jonë, do ketë në bashkia Berati, për shkak që është në kohë rast edhe bashkë tjera nga qarku jonë. Ne gjykojmë që është me vlerë dhe pozitive që ne të bëjmë pjesë të iniciative. Siç e thash, rrit mundësinë për marrë fonde edhe në kuadër të IPARD-it apo donatorë të jashtëm, nxit paternitetin midis pushtetit vendor edhe privatit apo shoqërisë civile në këtë rast, që kërkohet as shumë kohët e fundit. Edhe gjithashtu të koordinohemi në lidhje me aplikimet që mund të bëjmë qoftë në kuadër shoqata apo qoftë edhe bashkim individualisht për fonde. Pra është një lloj rritje kapacitetit në këtë kuadër. Relacioni, po, pak a shumë para, po. Për fermerët të kategorie, se ka fermerët e të dy tokë, a me një hektarë. Nuk ka kufizim. Do të ketë nuk e materiale. Po, aty në fakt, po të lexosh statutin dhe akt themelimin e shoqatës, nuk është se ka vendosur në kufizim, por prezumohet normalisht dhe janë edhe fermerë të mëdhenj që ka një lloj impakti, domethënë ka një lloj impakti apo agropërpunues, po, në fakt kur nuk ka, po, tek statuti i shoqatës, që nuk është këtu. Nuk është këtu dokument, po. Që është regjistruar në QKB. Është e parashtruar që prioritet kanë po patjetër.
Fermat e mëdha. Firmat e mëdha afro për punuesit, ideja që diçka më organizuar. Por formalisht nuk kanë kufizim, thënë, po të lexosh akt themelimin, po edhe statutin e krijimit së shoqate, nuk është se kanë kufizim, po kuptohet që bëhet fjalë më shumë për njerëz me fermer me lloj impakti. Paktën mos bëni dallim të Shiko, ideja është këtu, pse përfshihet bashkia. Bashkia jo as koordinatore, as i gjë, thjesht për emër. Në kuptimin që të japi një emër më solid dhe më përfaqësues asaj shoqate, që në çdo vend që ajo shoqat tenton të aplikojë, qoftë në institucionet shtetërore të vendit tonë, qoftë në thirrjet e huaja, siç janë skemat e financimit të IPARD-it apo skemat e financimit që jep BE-ja vetë, që nuk kanë lidhje me qeverinë shqiptare, por ti mund të aplikosh vetë tek ato thirrje që janë nga Brukseli, po themi, dhe mund të aplikosh. Në momentin që je shoqat dhe aq më tepër ke dhe pjesë të asaj shoqate dhe mbështetje të bashkisë, në rastin konkret kjo shoqat që do funksionojë në nivel rajonal, dhe siç është bashkia jonë, iniciatorët e kësaj shoqate, që nuk është bashkia në fakt, janë privat, ata po kontaktojnë me Bashkinë Beratit, po kontaktojnë me Bashkinë Dimalit dhe do përfshihen edhe ato bashki, në një rast ata e gjykojnë, po unë mendoj se edhe ata do ta gjykojnë njësoj si ne, që ne të jemi pjesë aty dhe ajo shoqata të jetë sa më e besueshme në syt e atyre që ku do aplikohet në sakt. E kupton, thjesht për t'i dhënë një emër më prestigj. Normalisht, po. Jo, siç e tha dhe kryetari, në fakt kjo nuk është iniciativë e jona. Pra, nuk është se ne po e krijojmë ne këtë shoqatë. Ne ka krijuar njerëz palë private të tjerë në fakt që është në fushën e agropunimit, fermer që gjykojnë që ka interes, dhe ne është kërkuar, si thash, ne kërkuar që ne të bëhemi antar. Dhe nuk do kemi shumicën e kuotave në fakt. Dhe thënë këtë që nuk është se ne drejtojmë ne këtë shoqat. Janë të tjerë njerëz, ne do jemi pjesën tonë atje. Normalisht Bashkia Shqiptare do ketë një përfaqësues. Duke qenë se kryetari është personi autorizuar që të negociojë dhe do kemi një përfaqësues në bashkisë që do jetë në zhvillim rural, logjika të çon që do në zhvillim rural, siç janë në shoqata të tjera apo në shoqëri të tjera që ne jemi pjesë, kemi kotat tona. Kush është dakord që të miratohet, kundër abstencionit s'ka, ne kryetari të nderit miratohet. Vazhdojmë me pikën 5 të renditës, projekt vendim për miratimin e projektit për ndërtimin e murit Gabion për mbrojtje lumore në Sinec dhe ndërtimi i 2 rampave mbi projekt e fshatrat Lumas dhe Luzaj të njësisë administrative Lumas. Gjatë vitit 2026, Ministria e Mbrojtjes ka akorduar 4.018.000 lekë të reja për fonde për mbrojtjen civile. Bashkia Kuçok ka menduar që me këto fonde të financojë projektin për ndërtimin e murit Gabion për mbrojtjen lumore në Sinez dhe ndërtimin e 2 rampave mbi përojnë në fshatrat Luzaj dhe Lumas. Vlera e plotë e projektit është 2.528.871 lek dhe e gjithë vlera e këtij projekti do të financohet me fonde të akorduara nga Ministria e Mbrojtjes. Nëse keni ndonjë pyetje? Jo, në qoftë për sqarim, se do detyroheni se dikush nga ju mund jetë përfaqësues në zona dhe që ta dini në qoftë se nuk e kuptoni. Normal që s'është asnjëri kundër për investime, po. Po, Jo, s'ka ngjerë ca ditë. po megjithatë, këto janë problematika që dole dhe nga do të gjesa tona, apo jo sejt?
Ta bëj shpjegimin. Mirë, atëherë, po kryetari Duke gjojmë. qenë se drejtori urbanistikës është me leje dhe nuk është sot, pavarësisht se kemi specialistë tjerë që edhe mund ta referojmë, po duke qenë se jam në brendësi mirë të kësaj situate, mund të referoj unë dhe mund të them diçka për këtë pjesë. Tani siç e dini, është miratuar ligji për paketën e maleve, që pavarësisht emërtimit që ka paketën e maleve dhe në mendje të sytë e njerëzve mendohet që duhet kesh patjetër male pa të jesh përfitues i kësaj. Nuk do të thotë që duhet kesh patjetër male në kuptimin gjeografik që të jesh aplikues apo përfitues i këtij ligji. Ne në zbatim të ligjit kemi përcaktuar 19 zona prioritare, të cilat këtu i kemi miratuar. Dhe nga momenti i miratimit të zonave prioritare dhe deri më sot, ne vim me 5 aplikime më duket, 5 ishin, 5 aplikime të cilët nga ana formale kam paraqitur dokumentacionin e duhur për të vazhduar procedurat deri në miratimin të planit biznesit tyre për paketën e maleve. Ne kemi bërë verifikimet e duhura, të 5 personat kanë paraqitur dokumentacion shpjegues, vërtetues edhe të pronës të cilën ata duan ta zhvillojnë. Besoj duhet të jenë në dokumentat bashkëlidhur, nuk e di se si kanë parë këto. Duhet të jenë për secilin nga këta aplikuesit. Ne në zbatim të ligjit kemi bërë dhe afishimin, lajmërimin të këtyre 5 aplikuesve dhe ka kaluar sot, domethënë përpara një jave ka kaluar edhe afati 45 ditor siç e përcakton ligji për afishimet. Dhe në këto momente jemi këtu që kërkojmë miratimin tuaj për të 5 subjekte ose persona, të cilët deri në këto momente nga ana formale, siç e thash, sipas nesh, i plotësojnë të gjitha kriteret ligjore dhe menjëherë pas marrjes së miratimit nga ana juaj, ne do t'i përcjellim në ministri në mënyrë që edhe ata të bëjnë verifikimet e tyre, qoftë vetë ministria, qoftë nëpërmjet kadastrës, qoftë nëpërmjet Agjencisë Zhvillimit Territorit, dhe në rast se edhe për ata nuk ka asnjë lloj pengese, do të dalin miratimin në qeveri për secilin individualisht dhe ata të kenë të drejtën që brenda 2 viteve nga pjesa e miratimit të zhvillojnë projektin që ata kanë paraqitur, të marrin lejen dhe të zhvillojnë projektin që kanë paraqitur. Kjo është situata me të 5 aplikuesit e deri tanishëm. Ne kemi në fakt që duan edhe diçka rreth një javë që të kalojnë afatin kohor, edhe 2 persona të tjerë të cilët janë në fazën e shpalljes të plotësimit 45 ditorit, dhe në mbledhjen tjetër do t'i sjellim edhe ata 2 subjekte të tjera. Natyrisht që ne me mbarimin e këtyre aplikimeve, këto 19 zonat të cilat ne kemi miratuar do të jenë aktive dhe kushdo person tjetër që plotëson kriteret sipas ligjit mund të aplikojë edhe për këto zona, por ne mendojmë që t'i paraqesim ministrisë edhe një kërkesë tjetër për shtim të zonave prioritare, sepse ka patur kërkesa nga qytetarë të ndryshëm, por që kërkesat e tyre lidhen me territore të cilat nuk janë në zonat e miratuara nga ana e bashkisë. Kështu që edhe këtë pjesë po e shikojmë në mënyrë që të kemi sa më shumë investitorë të cilët duan zhvillojnë pronën të cilën ata deri më sot e kanë përdorur. Nëse ka pyetje, sqarime, unë kam edhe persona të tjerë të cilët mund t'japin sqarime këtu, po besoj mund t'jap edhe vetë shpjegim.
po thuaj, por të gjitha këto rastet që kemi, ne jemi munduar t'i sqarojmë qytetarët përpara se të fillojnë dokumentacionin, që të mos sorollaten kot dhe të bëjnë dokumenta dhe pastaj të vijë ai momenti siç po thoni edhe ju. Ne kishim një rast të tillë, që ishte edhe tek nuk ishin 5, ishin 6. Por që dikush paraqiti një ankesë, ne e shqyrtuam ankesën, mund të kishte vend edhe për sqarim ndryshe, por pse ti linim me kokën në njan. Edhe tham, sepse që në momenti që për atë pronë ka një pretendim, ne pezullojmë procesin, dhe ai proces, ne nuk i kemi këtyre përgjigje negative akoma, e kemi pezulluar deri në sqarimin përfundimtar, por me aq sa e kam ndjekur unë këtë proces, do shkoj drejt refuzimit dhe të atij rasti, por ligji kështu e kërkon. Në rast se ka ankimime, pezullohet, verifikohet si është e vërteta, edhe kaq. Domethënë dy janë kriteret në raport me pronën që i përcakton ligji, ose ta kesh në përdorim mbi 10 vjet, dhe kjo vërtetohet nga banorët e zonës, nga 3, 5, 10, 20, nga kryeplaku, sipas rastit, që këtu bëjmë dhe ne verifikimet, ose, po mirë në rregull, mund të kenë më shumë, pak rëndësi, minimalisht 10 vjet, ose të kesh një dokument të cilin ti provon që ajo mund të jetë trashëgimi nga gjyshi, nga xhaxhai, nga stërgjyshi, domethënë një dokument të tillë që të njohë si një trashëgimtar ligjor. Vetëm këto dy janë dokumente. Ti mund të kesh 2 vitet e fundit që e punon atë, por nuk kualifikohesh. Ose ke përdorur këtë tokën këtu, por do të marrësh atë atje, nuk kualifikohesh. Domethënë ne jemi munduar duke e ditur edhe ndjeshmërinë, jo vetëm në qytet, po ndjeshmëria është më e madhe në ato zonat që kanë resurse shumë më të mëdha sa Kuçova turistike, të themi të vërtetën, por për sa kohë Kreshniku, po them veten time tani, e përdor atë tokë prej vitesh, pse mos dhe s'ka pretendime të tjera, pse mos ta ligjëroj dhe ta zhvilloj, duke zhvilluar, jo duke mos e zhvilluar. Kjo është ideja. Atëre, le të kalojmë në kush është dakord miratohet, në votim, faleminderit, kundër abstenim s'ka, miratohet. Atëre vazhdojmë me 2 problematikat e tjera, të një natyre më sociale. Pika 6, projekt vendim për emërtimin e parkut të pishave me emrin Soti Rafaeli. Po në kryetar mund të vini të referoni edhe si kryetari i Komisionit Vlerësimit Figurave. Ma hapër ata që s'punojnë. Tani, Vepi, në rëndësi ka një gjë që ti çdo gjë e ndjek me interes dhe përgjigjen e ke marrë kaq. Mirë ditë të gjithëve. Kush ka kontribute, gjalla apo vdekur në ne vlerësohet? Ka të afërt me familjar, ka që koha përparon dhe le edhe shumë gjëra të korrigjoj. Mirë ditë të gjithëve nga naime, sikurse tha dhe kryetari i Këshillit Bashkiak, emërtimi i parkut qytetit Parku i Pishave, ne si Komisioni i Vlerësimit të Figurave gjykuam që t'i vëmë emrin Parkut Soti Rafaeli. Soti Rafaeli ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv të qytetit Kuçovës për një periudhë të gjatë nga viti 1948 deri viti 1960 dhe ky emër ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm në kthimin e atij parku nga një ferë dhe shkure të kthehet në një park akreditativ për qytetin e Kuçovës. Pra, një histori e shkurtër e tij në atë kohë kishte një studim urbanistik,
ky studim urbanistik nuk ishte lehtë në atë kohë të propozoj për të ndryshuar, masi nga godina banimi të kthej në një park me pisha për qytetarët e Kuçovës. Masi hapësirat e gjelbëta për qytetin e Kuçovës në atë periudhë ka qenë pothuajse të pranueshme në bazë të popullsisë së kohës, por duke qenë sepse ai me një aksion me qytetarët e Kuçovës, me ndërmarrjet e kohës dhe me nxehtësi shkollash, arriti të kthej një zonë nga Fera dhe Shkure në një park në shërbim të qytetarëve të Kuçovës që ne e gëzojmë dhe sot. Sistemi andresave është prioritet nga ana e bashkisë dhe ne edhe në vazhdim si dhe në të ardhme do të shohim që të japim çdo lloj mundësie emrave të spikatur në fusha të ndryshme ose me kontributa të mëdha, të japim dhe mundësinë duke i përmendur në emra rrugësh, sheshesh apo parqesh të ndryshme të cilët për kontributin e veçantë tyre ata të vlerësohen. Ky është një propozim që ne ja bjem Këshillit Bashkiak, është në nderin tuaj të gjykohet ky propozim i bërë nga ana jonë. Dhe bëj ju dëgjoj. Faktikisht Zoti Vebi ngre një emër të spikatur dhe në si të thosh në gjelbërimin e Kuçovës ka një kontribut i jashtëzakonshëm ky emër, nga ne është vlerësuar qytetar nderi edhe nga Këshilli Bashkiak e juaj, e keni meratuar ju qytetar nderi të Kuçovës. Ndërsa ky park këtu ka emrin më të spikatur për Soti Rafaeli, masi është ai i cili me kontributin e tij ka ndërtuar. Po mirë, në atë kohë ka qenë dhe në atë kohë si kryetari i Komitetit Ekzekutiv nuk ishte lehtë të kundërshtonje. Tani është e drejta ju të gjykoni si doni, ne themi kështu, ne gjykojmë për t'ia dhënë juve, kaq. Tani Vebi çdo kush është i lirë të shprehë në vullnetin e votë. Pasaport për jashtë dhe pjesa e minimalizë të parë. Veni që si bërë rast një përën e njerë që bërë pasit që të bërë znapës. Dhe nuk e ti nëse përën një vajzë ose një femër vetë një natë dhe parë. Që që sugjeroj për krade e krantimit të këti emri që i këtë propozuar, një dhe të borë pjesën e pajisën të këshim të kësaj zone kompletu, e cila mendoj unë faktikisht Ka si kisha? Faleminderit për sugjerimin, kurse unë sugjeroj që të merrni pjesë në çdo mbledhje, të lexoni materialet që vijnë për mbledhjen, sepse këtë park e kemi miratuar për investim për vitin 2026 që në miratimin e buxhetit në fund të vitit 2025. Kështu që besoj se shqetësimi juaj merr përgjigje, por nëse ka një shqetësim tjetër mund edhe ta ngrem, po jo për ato të cilat ne kemi miratuar. Nga këshilltarët e tjerë, a ka ndonjë pyetje, ndonjë sugjerim, ndonjë diskutim? Mirë atëre. Le ta hedhim në vot kush është dakord që ky projekt vendim të kthehet në vendim. Sekretarja e Këshillit i numëron. Ju lutem edhe një herë mbajni për efekt numërimi. 13 vota pro. Atëre kundër 3. Abstenim? Nuk ka. Miratohet, mirë, faleminderit në kryetar.
Le të kalojmë në pikën 7. Informacion për ujin e pishëm në Bashkinë Kuçov. Ne sot kemi të pranishëm dhe drejtorin e ujësillës kanalizime Berat Kuçov Fsha. Atëre unë do të aftoj drejtorin të vi të bëj një referim përmbledhës të materialit që kanë dërguar. Besoj se zoti Pelivan nuk do të keni ndonjë kundërshtim, atëherë mund të vini. Mund të vini këtu. Edhe për efektet dialogimit, sepse jemi me mikrofon. Ja këtu, drejtor këtu te mikrofoni, edhe gentin për brim. Ju faleminderit që na keni ftuar për të dhënë edhe ne për të patur mundësinë për të dhënë shpjegimet tona për situatën e furnizimit me ujë të pishëm, pasi dihet që është një problem jetik për qytetarët dhe për klientët tanë. Megjithse koha është shumë në disfavorin tonë, temperaturat janë ekstremisht të larta dhe dihet që qyteti i Beratit dhe Kuçovës janë në krye të listës për temperaturat ekstremisht të larta. Ne jemi përpjekur vazhdimisht dhe kemi qenë 24 orë non-stop, pasi edhe defektet nuk na kanë pritur edhe natën dhe nuk na kanë lënë të qeta as natën. Jemi përpjekur maksimalisht që të bëjmë furnizimin e qyteteve me ujë cilësisht të pastër dhe në përgjithësi kemi arritur kësaj, pavarësisht se ka patur problematika dhe ne kemi mbajtur kontakte të vazhdueshme edhe me pushtetin vendor dhe me gjithë faktorët dhe aktorët në Kuçov dhe në rrethinat e saj. Zonën periferike ne kemi qenë detyruar që për shkak të kësaj situate që u thash ta kemi me orar të kufizuar. Konkretisht se si janë oraret do të njohë drejtuesi i Kuçovës, Genti. Dhe pastaj çfarë shqetësime kemi, ne jemi të gatshëm që të diskutojmë së bashku dhe çfarë keni pyetje, ne jemi të hapur të diskutojmë. Jep fjalën Gentit. Përshëndetje gjithëve. Ju falenderoj për mundësinë që të paraqes situatën e furnizimit me ujë, siç e tha dhe administratori Kuçova, vjen të ketë një stabilitet dhe vjeshmëri të furnizimit me ujë. Kuçova furnizohet 24 orë, ndërsa fshatat me orare të reduktuara. Prioritet ka qenë, gjatë kësaj kohe ka qenë furnizimi 24 orë, siç e thash, i Kuçovës. Krahas kësaj, stafi dhe gjithë punonësit kanë qenë në terren për riparimin e defekteve, kontrollin e lidhjeve të palishme, abuzimin me ujë e shumë tjera. Objektivi jon ka qenë furnizimi sigurimi një furnizim më cilësor, sa më cilësor të ujit. E mirëkuptoj shqetësimin e qytetarëve që për disa arsye të riparimit të defekteve në rrjet, kemi pas edhe kufizime zonale me qëllim riparimin e defekteve, të cilat janë eliminohen në kohë shumë të shkurtër. Kjo ka qenë pak a shumë situata. Nëse
Doni t'ju jap një panoram furnizimin të orarit të fshatrave? I kam. Mirë, atëre, le të fillojmë me pyetjet. Po. Atëre, Magjata normalisht furnizohet me një depozit. Dhe për arsye të kërkesa që kemi pasur, Magjata furnizohet edhe me 2 depozit. E kemi rritur orarin e furnizimit. Sigurisht për arsye të rritjes konsumit dhe njëkohëshmërisë së përdorimit të ujit, disa pika nuk të kemë pas probleme edhe për shkak të kuotave. Por një rast ose 2 raste nuk e përgjithëson domethënë gjithë situatën e furnizimit me ujë në Magjata. Ne aktualisht jemi me grupet e kontrollit terren në ora të ndryshme të ditës, për të evidentuar këto raste që ju thoni për abuzimin e ujit patjetër për të problem. Po pra e thash. Atë një vazhdim të përgjigjes së klientit, ka rastet që të thoni që familjet nuk marrin ujë. Ne do ditonim me emra pas kolegës që mund t'i verifikoj personalisht vetë, sepse sot e marrë informacion që pas ka familje që nuk shton ujë. Unë si administrator thjesht të ju them që ne kemi plan që së shpejti Magjatën ta furnizojmë nga Bogova, duke bërë një rrjet të ri. Në mbledhje që shkoi është kërkuar licencë publike me atëre ne kemi bërë një studi për lidhjen e Magjatës, heqjen e sistemit të pompës dhe vendosjen e politikës nga pompa. Shpresojmë që vera tjetër ta zëjë me furnizim me nga Bogova gjithë Magjatë. Këtë mund të them unë si administrator, kurse për rastin konkret që më thoni, mi tërgoni jam i hapur, në çdo kohë dhe telefonin tim e keni të hapur, më tërgoni familjen, dhe ti verifikoj dhe ti japë linjën do të më saktë për rastin konkret.
Atëherë përse i përket faturave, ju kërkoj ndjesë nëse nuk ka vajtur të gjithë klientët, unë e quaj të mbyllur sepse ne i bëjmë vetë faturat, i prodhojmë vetë në ndërmarrje, i printojmë dhe i shpërndajmë vetë. Unë do kujdesem personalisht që ky fenomen të realizohet 100%, se jam i bindur që shqetësimi juaj qëndron, por që nuk është fenomen. Nuk ka vajtur ndoshta të gjithë dhe unë do ta kërkoj këtë llogarisë shumë më fort se ç'ma kërkoni juve mua. Por unë e quaj të zgjidhur sepse unë i prodhoj vetë faturat në ndërmarrje, i printoj vetë dhe i dërgoj, i shpërndaj po vetë me faturusët tanë. E vlerësoj të patjetër, dhe unë të thash që unë e vlerësoj të drejtë shqetësimin tuaj, do interesohem personalisht, nuk e quaj fenomen sepse jam i bindur që unë i dërgoj vetë në Kuçov dhe Kuçova vini mirë të printuara të gjitha faturat e saj. Jam i bindur që shpërndahem, jam i bindur që mund mos ketë vajtur tek të gjithë, do ta shikoj, do ta ndjek me klientin, e morëm të drejtë vërejtjen tuaj. Por unë e quaj të mbyllur sepse është një fenomen që e prodhoj vetë dhe është gjuna që mos ta shpërndaj derisa e prodhoj. Domethënë është një mjet e punës tonë ndoshta që unë do ta ndjek. Përsa i përket pjesës elektronike, si OSHE-ja, ju e dini që është bërë një reformë tani për ujësielsin. OSHE-ja ka qenë para mirë se ka vetëm një drejtori qendrore dhe këtë e bën shumë lehtë. Ujësielsat janë të shpërndar, janë 14 shoqëri në gjithë Shqipërinë, e cila po studiohet dhe është në procedurë nga AKUK-u për ta bërë këtë faturë elektronike ashtu siç e kërkoni dhe juve. Dhe ju keni vënë re shumë drejt sa shfaqet dhe çfarë shfaqet.
Për problemin e baqeve që vadisin në Kuçov është një shqetësim shumë i drejtë, e meta e madhe e punës tonë është që ne kemi shumë pallate me kolon që janë afrofe në Kuçov, për të cilat kemi lënë një me vendim të Këshillit, se dhe ne kemi Këshillin tonë mbikëqyrës, në fillim të këtij viti do fillojmë procedurën së shpejti, është lënë një fond për 20 milion lekësh për mbylljen e këtyre procedurave dhe është detyrim që të mbyllet brenda këtij viti dhe besoj se do marrin zgjidhjen dhe kjo. Për tarifat e pensionistëve nuk ka, sepse këto janë, nëse do jetë për në gjithë Shqipërinë do jetë patjetër edhe në Kuçov, nuk është, por në Ujësjellës nga Banka Botërore jepet një subvencionim për gjithë familjet në ndihmë ekonomike dhe ne i marrim këto familje nga Bashkia e Kuçovës muaj për muaj dhe të gjitha këto familje që ne i marrim të miratuara nga vendimi i Këshillit Bashkiak, të gjitha kompensohen me vlerën prej 5 metër kubësh ujë. TVSH-ja është një tarife vendosur nga enti regulator i ujit në shkallë qarku, është unike dhe këtu është vendosur nga qenë TVSH-ja 120 lek, është bërë 100 lek që nga fillimi i këtij viti. Kjo është një rritje që ne kemi ardhur dhe kemi diskutuar edhe në këtë Këshill Bashkiak. Këshilli ka dhënë mendimin e tij dhe enti regulator ka vendosur këtë tarifë. Dhe kjo është unike, nuk është se është ndryshe. Këto përgjigje mund t'i jap shpejt e shpejt. Faleminderit. Për gegën neve furnizohemi nga pompa që e dini që poshtë, pompa është në funksion, vazhdon furnizimi normalisht sipas të gjitha orareve që ne kemi vendosur. Ne kemi dieni që furnizohet 2 orë në ditë, e dim që gega është problem. Kryetari i bashkisë ka dorëzuar në Akuk një projekt për kanalizimin dhe për ujësjellës për fshatin Geg, që të bëhet njëkohësisht dhe kanalizimi dhe ujësjellësi, sepse dihet që ujësjellësi duhet bëhet i ri që
që të ketë furnizim optimal, në kushtet që jemi ne e kemi bërë furnizimin me 2 orë. Tani, nëse ka familje që për shkak të thatësirës do të vendosur pompat, ta shikojmë çfarë mund të bëjmë, po jo ta përgjithsojmë që nuk ka ujë gega për një familje. Sepse edhe ne duam që të kuptojmë që nëse nuk na thuhet që s'ka ujë, edhe ne sikur na prihen krahët. Ne përpiqemi ditë e natë që të bëjmë furnizimin e Kuçovës 24 orë me ujë të pishëm cilësisht të pastër. Nuk e kanë shumica dërmuese e qyteteve të Shqipërisë, nuk e ka këtë. Është Tirana që vuan, ju e dini shumë mirë që vuan. Ne duhet ta themi këtë. Pastaj, a ka problematika? Po, ka problematika. Problematikën tënde ta marr të vi ta shikoj, jam shumë i gatshëm të më marrësh mua si drejtor, të vi atje, ta shikoj me sytë e mi dhe të japim zgjedhje. Nëse ka zgjedhje, nëse s'ka zgjedhje, s'kemi çfarë themi. Ka dhe një problem tjetër. Ka një problem tjetër për vërtetën të një vjetit. Që të vjetë sa për të qëmësite nga të shkëllon të dhja, të pjesa ekologjisë të jemi ne. Do më të të periodu dhe se ajo pjesa e ekipë që të përnu ujë që dhe përdojnë me të farmetje. Presioni e shumë i unë, se ka pas të rrënje në rjetë të tim shubirë ne, me të reshtit të njës Bogovës që nuk kanë të rrënje se në rrënje që është një pasër, po këto tjera kanë rrënje, dhe rrënje ti do të rishë që ka bërë punojësit e nërmarës në atë kohë. Hajde gjerë, ajo punë nuk e që të bërë, Atyre njësë lejmë takim në gjek, prezensën tuaj ta verifikoj problemi, me të ato familje që s'janë. Do e kontaktoj dhe do lejmë takim njësë në gjek. Okej. Po kemi pas një problematik në rjetë, një avari, ku përret 3-4 orë në është dashur të bëjmë një ndërhyrje dhe kemi pas kufizime zonale të sarqinjesve, për ne ka ndodhe këtë problem. Po. Dhe ekipet lartë, pasi policimet të shkurt, dhe përmjet atë rrugave të rezultimit të presionit, sepse ne ngeni një keq tani dhe shkojnë edhe deri në zero. Besoj nuk kemi qenë të tillë. Pra, ç'është e linje, të ditë pas së doni që këto momente të pikë shënë një linjë reduktive të ato. Shiko, e thash, për arsye të një defekti që e përmenda, ne kemi pas një anomal. Po. E përmenda që për arsye të një defekti që kemi pas në rjetë, ne kemi bërë disa reduktime të sarqinjeskave, por besoj tash situata ka qenë drejt normalizim, nuk besoj se ka pas. Do kjo ishte për javën e kaluar, ishin disa anomali, po pra. Ajo te kalua si situatë tash i vjon furnizim normal.
Atëherë ne kemi detyrim që për kufizimet të bëjmë njoftim dhe njoftimet i bëjmë në televizionet lokale dhe në faqen tonë. Bëjmë njoftim dhe te kryetari i bashkisë përpara se të bëjmë njoftimin në televizion, tekstin e njoftimit unë ja dërgoj kryetarit të bashkisë menjëherë që i them që unë do të nxjerr në televizion këtë njoftim dhe në faqen tonë këtë njoftim. Të gjitha këto që ju thoni bëhen kur ne bëjmë kufizime të planifikuara. Në rast se ne na ka ndodhur që thjesht të kuptoni, nëse ne bëjmë kufizimin e Bogovës 1 orë, kufizimi në Berat është 8 orë. Kaq ndihet rënja e depove dhe e linjës dhe kufizimi në Kuçovë ndihet 12 orë. Dhe ne kur punojmë në Kuçovë, prandaj thash, ne kur punojmë në linjën kryesore punojmë me minuta, me aq precizion të lartë, sepse e dim që do vujmë këto pasoja dhe telefonata do jenë pastaj të pafundme me shumë të drejtë për rritin për kërkesën e nevojës që kanë për ujë. Dhe gjitha këto bëhen. Në rast se ka një avari që ne marrim njoftim që është qartë tubi dhe e marrim njoftimin edhe nga qytetarët e thjeshtë. Shiko, se ka një qarje tubi në filan në rrugë. Në atë moment ne shkojmë atje dhe në këto raste ne nuk kemi arritur dot që të bëjmë njoftim se jemi marrë me defektin në rastin konkret dhe nuk kemi marrë me njoftimi, por për çdo kufizim ne jemi të detyruar të njoftojmë këto institucione. Dëshmitar keni kryetarin e bashkisë që sa herë ka patur një kufizim, njoftimi përpara se ta nxjerrë në televizion unë ja dërgoj kryetarit të bashkisë. Urdhër. Po. Ja do ta them unë. Ke shumë të drejtë. Ne kemi nxjerrë 2 numra që i kemi shpallur për telefonatat dhe telefonatat kanë qenë të gjitha në numrin tim personal. Ne kemi lënë një punonjës atje dhe kemi, i cili thuajse rri gjithë ditën kot. Mund të ketë një telefonat në javë, e vërteta, dhe mund të vinë 500 telefonata në numrin tim personal. Dhe njerëzit me të drejtë kanë gjetur një rrugë më të shpejtë për të siguruar që informacioni të shkojë atje ku duhet, duke menduar që ky numër mund t'i sorollasi. Por realisht unë kam detyrim nga Kuku, i kemi nxjerrë 2 numrat, i kemi shpallur 2 numrat, i kemi aktiv, ti biesh janë aty, por problemi qëndron që nuk i përdor njëri, me thënë të vërtetë. Nëse ata do të bjen natën, tani ne në ndërmarrje nuk mund të rrim të lëm një 24 orësh për një telefonat që më bie mua po them një në javë. Kurse me telefonatën time unë jam përgjigjur edhe 11, 12 dhe mendoj se kjo rruga e informacionit është e zgjidhur tashmë. Shumë reklam pjesa e numrave kontaktit dhe njerëzit kemi të regjistruar këtë. Se kjo metoda shumë mendoj që është gabim. Keti fare atje dhe pjesa se është shumë nga pjesë për juve. Është, por unë e kemi bërë, ndërmethënë, Akuku na ka detyruar që biles na caktoi afat, brenda një jave na tha vjet, të hapni 2 numra, ja hapëm me një. Dhe na raportoni sa telefonata keni. I morëm i hodhëm për faqet tona, u a tham njerëzve, u i tham faturuesve, u a tham aktorëve dhe faktorëve, fatikisht është kjo që të them. E mirë, apo e keq ndoshta ti përsërisim faqe, po të jetë, por unë ndoshta jam i gabuar, kam bindjen që do vazhdoj po kjo linjë. Po, kryetar. Në shtesë, në vijim të sa i tha Mariano, unë nuk e di se them të vërtetën nuk me pagesat e faturave të ujit vetë, po mos do ishte më mirë që numrat e verdh apo numrat jeshil, si mund të quhen këto të kujdesit klientit, mos do ishte mirë duke qenë se faturat, ashtu sikur se thatë edhe ju, faturat ju i prodhoni në nivel drejtorie rajonale, do nuk prodhoni në qendror,
të bëni një shtesë ose në konceptimin e faturës, që numrat e kujdesit klientit, le të themi, ose numrat e ankesës të shënohen në faturë. Pastaj ne e dim që në Shqipëri njerëzit e kanë shumë të vështirë të mendojnë që të thonë do vente zyra, ndërkohë që kanë numrin e drejtorit apo numrin e kryetarit e kanë më kollaj t'i shkruajnë apo të marrin telefon drejtorin sesa të thojë që po unë po vetet e zyra. Gjithsesi unë mendoj, ashtu sikur se thashë Mariano, që përveç atyre njoftimeve që bëhen në faqet zyrtare, qoftë Facebookut apo qoftë faqet zyrtare që mund të ketë vetë drejtoria apo qoftë edhe ato qendrore të AKU, të mendohet nëse është e mundur. Unë nuk e di është me kosto apo është pa kosto kjo pjesë e dizajnit të faturës, po në qoftë se është mundësia të shikohet, besoj do të ishte çik më në vëmendjen e vetë qytetarëve, duke qenë se e marrin faturën muaj për muaj edhe mund ta shikojnë atje. Unë e mora fjalën në fakt jo për këtë, po për të bërë një sqarim që besoj në të ardhmen jo shumë të largët do të japi zgjidhje edhe atyre problematikave me të cilët përballet edhe vetë ujësjellsi, po dhe qytetarët, të paktën për ata të cilët marrin furnizim nga Bogova. Ne javën e kaluar kemi bërë një takim bashkia me drejtorin dhe përfaqësues të tjerë të drejtorisë dhe kemi rënë dakord parimisht, sepse kjo gjë do ta shikojnë me detaje në vlerë financiare, po kemi rënë dakord parimisht që për vitin 2027 drejtoria rajonale të shikojë mundësinë që me fondet e saj të bëj riparimin e një depoje në qytetin e Kuçovës. Më duket se bëhet fjalë për një majnë, po, si depo. Ajo është një depo në fakt që funksionon 50%, jo 100%, është me 2 dhoma dhe njërën dhomë që nga momenti i ndërtimit ka dhënë një problematik konstruktive dhe nuk funksionon, sepse është e çarë, domethënë njëra prej dhomat, dhe kjo bën të mundur që duke mos jo thjesht depozitimin, por ka problemin me presionin pasaj në pikat fundore apo në pikat e larta, le të themi. Dhe në momentin që do riparohet kjo problematik, ne gjykojmë që do të japi një zgjidhje, pavarësisht asaj që mund të ketë pasaj kur bie burimi, është tjetër muhabet ai kur bie burimi i Bogovës edhe nuk vjen sasia e duhur e ujit, por ne në këto kushte jemi që edhe duke ardhur sasia e duhur e ujit, duke qenë se nuk funksionon ajo, dhe për shkak atyre që thanë që u ngritën me të drejtë shqetësime që dikush vadit, dikush abuzon, që mbase edhe drejtori do thojnë diçka edhe në raport me këtë pjesën e abuzimit apo të vaditjes, jo përdorimit të ujit për qëllime për cilat ai është, por e përdorim për qëllime të tjera, por në parim që mos ta zgjasim, kemi rënë dakord që në rast se financat do të jenë, dhe këtë do ta shikojë drejtori në tetor në dorë përpara se të miratojë buxhetin për vitin 2027, por ne mendojmë se do e arrijmë për vitin 2027 që të bëjmë një punë të tillë dhe gjithë pikat fundore të qytetit Kuçovës, të cilët marrin furnizim me ujë të pishëm nga uji i Bogovës, këtë problematik nuk besoj se do ta kenë për një kohë të gjatë. Nëse ka ndonjë gjë për shtuar vetë drejtori pastaj. Gjithashtu ne kemi njohur kryetarin e bashkisë në këtë takim edhe me projektin që po hartojmë për Perëndin. Do të hartohet brenda këtij viti një projekt i ri për ujësjellsin e Perëndi Tapi me fondet e ujësjellsit. Njëkohësisht neve kemi bërë të njohur kryetarit që ne kemi ngritur një grup task force dhe nuk është se do kontrollojmë vetëm abuzimet edhe këto, por njëkohësisht do marrim masat dhe për të gjithë familjarët të cilët i kanë macat jashtë kushteve teknike brenda territoreve të tyre, në shtëpi private, në momentin që do pajisë edhe pallatet me kollon, do të nxjerrim jashtë objektit edhe macat që janë aktualisht brenda, sepse ne shikojmë që ka shumë abuzime në këtë drejtim, lidhje të fsheta që dhe këto dalin nga sasia e ujit shumë më e madhe që merr Kuçova, nga qytetet që
konsumon për frymë qyteta Kuçova merr një sasi shumë të konsiderueshme dhe ne mendojmë që këto vijnë nga këto abuzime dhe këto shpërndorime, sidomos në shtëpitë private, të cilët bëjnë lidhje para macit të fshehta brenda objektit. Dhe njëkohësisht do bëjmë kontroll dhe nxjerrjen e këtyre macave jashtë objektit. Faleminderit. Mirë atëre, në emrin tuaj, falenderoj administratorin, por edhe përgjegjësin e Kuçovës. Faleminderit, jeni të lirë, mund të largoheni.